Nga lagja Dardania deri tek bregu i diellit, semaforët janë të riorganizuar sipas metodës Vala e Gjelbër. Projekti pati për synim lehtësimin e trafikut e që sipas komunës kjo është arritur. Vala e Gjelbër e semaforëve është instaluar në disa pjesë më problematike të kryeqytetit. Kjo ka ndikuar diku mbi 20% në rregullimin e problemit në ato pjesë, rrjedhimisht në çështjen e lëvizjes më të shpejtë dhe sigurt. Shoferët që frekuentojnë këtë pjesë të Prishtinës kanë mendime të ndryshme sa i përket aplikimit të kësaj metode. Pak më lehtë po duket. Shumë më lehtë po duket. Vallahi veç mashtira, veç shumë më kallabak po bëhen. Eksperti i komunikacionit Liridon Sejdiu thotë se Vala e Gjelbër në disa zona nuk mund të aplikohet. Kështu ai propozon një metodë tjetër. Është bërë një studim nga shërbimi arkitekti kryeqytetit, cilat të dhënat mund të gjenden në faqen e tyre, ku kanë bërë një analizë të trafikut, duke tregu edhe qarkullimin ditor, por edhe atë gjatë orës kulmore. Në bazë këtyre kanë jep propozime në lidhje me menaxhimin e trafikut në zonën qendrore të qytetit të Prishtinës, ku kjo don është testu edhe përmes softverëve. Megjithatë, nga komuna e Prishtinës i thanë ATV-s se do të vazhdojnë reformën e Valës së Gjelbër në ato pjesë të kryeqytetit ku ka fluks më të lartë të veturave.